Banorët dhe vizitorët e Korçës tashmë mund të përfitojnë internet falas në 2 prej hapësirave më të frekuentuara të qytetit. Shërbimi Wi-Fi është vendosur në zonën këmbësore dhe në sheshin përpara katedrales, duke u mundësuar qytetarëve të lidhen me internetin në çdo moment. Ky investim është realizuar në kuadër të iniciativës Wi-Fi for WB të financuar nga Bashkimi Evropian dhe Qeveria Gjermane. Projekti zbatohet nga GIZ në kuadër të programit EU for Digital. Qytetarët e Korçës e vlerësojnë këtë shërbim duke e konsideruar një lehtësi të shtuar në përditshmëri. Të rinjët të moshuar shprehen se interneti falas në hapësirat publike u mundson komunikim më të lehtë, akses në informacion dhe përdorimin e shërbimeve online, pa pasur nevojë për internet celular. Shumë gjë e mirë. Ju bëni gjithmonë ofertë apo ka raste kur ju të nevojitet, po themi internet? Përdor vetëm internetin e shtëpisë. Kështu që kur ndodhem këtu dhe ka internet, është shumë e dobishme. Nga që është falja, se ka mundësi edhe të tjerët që të kenë mundësi të lidhen me internet. Domethënë, duket një ide shumë e mirë. Shumë mirë. Ju keni gjithmonë ofertë apo ka raste kur ju nevojitet, po themi internet falas kur jeni diku në qytet? Po, të nevojitet. Shërbimi pritet të jetë veçanërisht i dobishëm edhe për vizitorët dhe turistët, pasi zona këmbësore dhe sheshi i katedrales janë ndër pikat më të vizituara të Korçës. Aty turistët mund të orientohen më lehtë, të përdorin aplikacionet e navigimit, të ndajnë përvojat e tyre në rrjetet sociale dhe të aksesojnë informacionin për atraksionet e qytetit. Përmes kësaj nisme synohet përmirësimi i shërbimeve digjitale në hapësirat publike dhe krijimi i një qyteti më të lidhur dhe më mikpritës, si për banorët ashtu edhe për vizitorët që zgjedhin Korçën si destinacion.